është që ky mobilizimi të cilin e kanë keq kuptuar këta sot kur gjykojnë veteran që i thonë i rrënjshëm edhe veteran real. Ligji o gabim, Argjan. Edhe unë jam përplas në Parlament Kosovës për këtë ligj. Tonë din. Më janë shumë keq bile ka herë që në emnat maj aty që ja u kthy fjalën shoqatës. Edhe i respektoj, po për ligj që më pajtu. Se unë ju kam thonë që e para punës është jam kon kundër ligjit që ja ndalon punësimin veteranëve, pse mos më punu veterani. E dyta. Veterani është veteran ai që e ka nisë. Veterani arsimit është ai që ka filluar arsimin. Mund të me konë veteran të arsimit që ke marrë ditarin dje. Ndërsa ligji, nëse ti pushkën e ke marrë 2 orë para se më kry lufta, ti je veterani. Ai që ka luftuar 98-ën nuk ka veteran. Do thonë, për këtë arsye jam përplas në Kuvendin e Kosovës, se e kum ditë çfarë pasojash do të ketë. Pastaj qëndrimi i kryeministrit në kohë. Ato në aplikoni kushdo që e mush një gotë ujë për uçë, që e ka mush një gotë ujë për uçë kanë. Blëp në folderët Kuvendit. Pastaj tjetërën që duhet më ja shpjegoj opinionin publik. Nuk ka veteran Lugaxhen që e ka bërë Daud Haradinaj ose Ramosh Haradinaj. As nuk më konë antar i komisionit, Ramush ju konë borë, po njerëz po harrojnë po. Ramush ju konë tribunal, Mu po mduket që njerëz Ramush ju konë Hag. Çu ka mujt Ramushi pe Hagën mi po dikon veteran. Absolutisht. Veteran u konë komisioni veteran. Veteranin konë shoqatat e dalën me luftë. E dalën me luftës. Unë e kom propozu përfaqësuesin e Lugaxhinit, shkumbim dhe Malin. E kom lut Ibrahim Selmonin, e kom lut Besim Selmonin, e kom lut Abdul Mushkolën, e kom lut Nezmi Lajqin, e kom lut Sadr Zenelin Gjakov. Po flas për figurat rajonale. Edhe dakordimi përbashkët konë në qenë se është ma shpesh Prishtinë, e një ma shumë pe fillimit dhe i marim luftën, e qojmë shkumbën. Natyrisht se pjesë tjera i kanë kry shtabet teknike, shka e natur lokale, por konfirmimin e se cilit veteran e ka bo komisioni qendror, në të cilën nëse gjojnë në shkrem Daud Haradin, se unë këta kum dëshmu edhe në gjukat, se më dalë hapun që jeni ka gaboni me komision. Për shkak keni thonë pse ka të moshës në 18 vjet ushtar. Në vetë gjukat si, a ka pas ta ushtar, prokurori pa. A ka pas ta ushtar në luftë në 18 vjet, qysh ka pas më? Qyshta ka pasa që është një. Është apo më vjen keq se ti pas këtë do vjet. O do është do të më vonë. Po qysh është ajo pyetje domethënë ka pas, po natyrisht ka pas. Gjeneratat, general, domethënë prokurori ose gjyqtari ka mujt me ngatruar se një 14 vjeçar, një 16 vjeçar i sudit nuk ka hap, domethënë po të kishin këto gjenerata në atë kohë. Mundesh me thotë ti me kadrish nuk je veteran. Nuk je veteran. S'ka gjë. Për shkak kur i kumniçi mjek nuk janë veteran, është fatal. Ata nuk janë veç veteran, ata janë herojt e veteranëve. Sepse unë personalisht jam gjallë për i durve tyne. Vijat frontit jënë konë ata, nuk jënë konë klinikat e Parisit. është absurd me tonë Abdel Krasniqin, kirurgut më të madhe, ndoshta në krejt ish Jugosllavi, që i ka operu me qindra, djeme sot janë gjallë, mi thonë ti si e veteran. Ai nuk ka operu në QKU. Po në spital ushtarak, në Erzhnish. Sta jonë ata që i kanë pru armatimin në Kosovë. Janë veteran, që nuk janë veteran. Nëse domin Lugaxhen, edhe kur është numri i madh i dëshmorëve. Mos harroni, 50% e djemve tanë dëshmorë janë rënë prit aty i pru armatim. Nisja pej betejës parë, ku na kanë rënë prit dhe Reqi, Dranoci, Sllupi, për i Lepi, e derisa u kry lufta me betejën e Kosharës, që një shifrat, ashtë ajo është tjetra, thojmë pse ki që ka që invalid, pse ki që ka që veteran. Pa, kujtoni ju që krejt veteran jë mbra, 772 dëshmor i ka zona e Lugaxhinit me push në dorë. Me krejt task forcat hetimore që kanë menu që kemi shtina i konë civil, krejt task forcat e mëshme i kanë verifiku prap janë qata dëshmor. I kemi 2000 invalid luftës. A do me thonë kjo që kush e ka pushkën të ne ka konë plagua? Ose vra? Jo, nëse për shamë mundë të thomë 1/3 të une. Shto për shamë që të 4 mish herë 3, sa po delë. Të jemi të folë për një popullat
rajoni Dugaxhinit, që prap kjo është për opinionin e përgjithshëm. 625.000 banorë ka Dugaxhini. Nëse ishtini shifrat, mbi 1/3 e Kosovës së Dugaxhini. Edhe ndoshta dikujt dogen shumë. Për mu personalisht, janë shumë pak. 557.000 veterani ka Serbia kundër shqiptarëve. Ta po provojmë të tregu një narracion, po më nej provojmë të tregu se janë shtjellën kule e ri. Në përqindje në total të popullsisë në atë botë. Po flasim për veteranë. Sa % kanë marrë pjesë në luftë? Nuk e di përqindjen, se ka unë mendoj që krejt Kosova ka luftë. Po pse dikush synon me ndan përqindjen me krejt Kosova ka luftë? 3 milionë e gjysmë banorë ka Kroacia. 600.000 ushtarë veterani ka. 600.000. General 550.000 ka Serbia. Ministrat e qeverisë Kosovës Qa dojmë i tonë në histori? Që po thojnë atë kushtu malet, e ma lirë. Ja ti kushtë ma lirë se klësh Jugoslavisjen. Unë pajtona me ta, edhe ndoshta besoj kushton edhe sot ma lirë më këthy krejt Jugoslavi, se këshojnë as i ondrësh. Po për atë kategorisë flasë, unë flasë për kategorinë e njerëzve të cilë e kanë dashtë lirin dhe e mbrojnë lirin. A ka rrezik? Që potencialisht njën ka forcohen që kjo segmenti? Kur nuk do të rrezik. Do të në kuptimin. Ju jeni vjeni bibutës për mos me konë shumë ushtarake. Për mos me konë rrezik, gjithmonë ti duhesh me konë i gatshëm. Kur shqiptar më të gatshëm. Ani që po ta bëni më drejt regional. Atë ka ndodhur këtyre kohëve të fundit. Me e thirr zotin Ramush Haradinaj, edhe me thonë mashkull, so kanë avjen ai ku që prap duhet me shfluros qizmet. E para është, domethënë, nëse na kemi konkret Bajskën. Na kemi a nuk kemi dëgju për opinionin publik, po supozoj. As nuk kemi dëgju me zotin Ramush Haradinaj në ato momente kritike edhe me nuk pyete më vet. Është një rast që është në publik. Edhe është një vrasje në policit tonë e rotash. Dhe është një rast ku janë vrarë disa Serb, 4 shkije, terroristë, ka dushtu. Se më nënej që tonë ta mendoj njëjtë për shqiptarët. Kështu, kemi kjo. Në rëdhëm edhe ta mendoj si shqiptarin. Edhe na mendojmë besoj njëjtë që ata kundër atyne, po dikush o ma treme, dikush ma toc, që është krejt normal. Por, rastin e Banskës na i herë kur vje koha, do të me shpigu sakë që shumë. Në rastin e Banskës janë do të djemë zotë që e kanë kryjt e tyrët, por janë aleat tonë që e kanë zbërthuj den dhe dalë. E që nuk kanë flejt një 30 për para, 30 mrapa. Pra ndaj të pyta direkt... Edhe ata aleat janë që e kanë bombardu ambasadën kineze në Beograd për mos liru që ky vend. Ata janë Amerikanë. Tu i posë ato informata, a i këndi vetën obligativ me e thirë zotin Ramush Haradinaj me thonë? Nuk besoj që ka nevojë me thirë. Se qohet po herët se unë, po... A ka thirë për zotin Ramush Haradinaj me thonë mashkull? Jo, veç ai, ka pas edhe tjerë, po pa detale. Unë thash kur t'i vje koha, se vendin tonë nuk do të me... Qërë liria nuk mbrohet me doa. Kur t'i vje koha, ama ka të tjerë, që në këtë kohë, e shesin si patriotizëm atë ngjarje, edhe po fitojnë vota. Është patriotizëm. Patriotizëm në kuptimin e udhëheqjes politike, jo të asaj që ka ndërmarrë policia e Kosovës dhe njerëz të tjerë edhe aleat e tonë. Po aludon tash që ky është liraja e së çliroj. Unë po të kallëzoj se çlirim në kupton diçka tjetër. Për me ditë çka është lirimi në qytet i shkon pej. Po. E kështu që shfolët pej. Çfarë është lirim? Po thu që nuk... Nëse ti e ke hek një ake prunë, një nuk e di qa është ajo, ti mund është me thoni kom rru, pajtona... A i po thotë demokracia i kanë rru. Mirë dhe, dhe me thonë... Amo, shlirim në nëngupton diçka tjetër. Unë menoj që ata janë në Kosovë, janë të Kosovës, dhe e kanë përgjësimi unë nështru ligjit, rënit, dhe policia do të me kryjt e tyre në vetë. Dhe policinë mës milion, si kur i kemi si kampi i stacionit policor në Verzëmberi. Se pat kesës për du mi fyj kërkon, po shtallat e derav në për Kosovë i kemi më të avancume se stacionin policor që i kemi në dëri. Ju keni qenë dhe kryetari komisionit parlamentar. Skeletin e sigurisë nuk duhet me pas pozit opozit.
ushtria, policia, OKI-ja, drejtësia, gjykata, janë mekanizma që nuk duhet mu bo debat politik. Nuk ka aleancë VV, LDK, PDK. Ato janë skeletet cilat e ruajnë bërthamen e shtetit, e garantojnë bërthamen e shtetit edhe një farforme, unë e ti qitash, kur po rrejmë qito, mos harroni që qëta djem janë të e kryjt e tyre. Gjatë kohës kur intervistohem unë e te, ushtarët janë të e stërvit. Pra duhet gjithmonë me pas parasysh... Në rritë e qeverive të fundit. Ta na qeverit e Kosovës. Unë e di që Ramosh Haradinaj e ka kriju ushtërinë e Kosovës. Prap me qatat njëjtit. Atë pës je kun kryetari i komisionit kur ki provu para si me në tentimin e parë. Na duhet kemi qenë në kuvend Kosovës bashkë, nëse ju kujtohet. Unë edhe sot jo e kishon në rezolutë. E di çka keni. A keni pas ndonjëherë po themi kërcënim direkt për jalatëve që Gjashka valla. Tonë belës. A e friksu? Jo, unë kum kallzu që kum ek tutët në 97 kur kum ek maskë për herë të parë. Jo më operuam pe tutës, nuk ekziston hiç kjo fjalë tonë. Po do të thonë se shteti i Kosovës edhe ushtëria e Kosovës është një ushtëri dhe një shtet plus alarme. Që u ka bashku alarme. Ne nuk kemi kriju ushtëri kundër kërkujt. Ne për herë të parë në historinë e njerëzimit, si shqiptar, jemi ka qojnë trupa paqësore në linjet mesme. Por atë ndeshme narrativën e marrëveshjes të burtit paqes, general. Ajo është shpjegu që kjo. Ato janë njëra në anë merr vendim kuvendi me dërgu trupa për herë të parë jashtë Kosovës për me prodhu siguri, po themi. Në anën tjetër, nga partia në pushtet diskutohet elemente finesa të marrëveshjes. Në konfliktet e mbrëmshme ty nëse Vjosa dhe Albini ato tema mund të sqarojnë në studio televizive. Ne e kemi ligjin e dislokimit trupave prej vitit 2018 kur u kon Ramosh Haradinaj kryeminist. E kemi votu në kuvend. Por, me shku trupat armatosura, me kon nën komandën e ushtrisë më të madhes në botë, superfuqisë, aleatit kryesor të Kosovës, Amerikës, kjo për menim të amin, është ma shumë se arritur historike. E di që pjesëmarrja janë është simbolike. Këmë të thonë na që kena mi qua të 50.000 trupa e këtë nëse na i dim kapacitetet tona. Por, uniforma janë, flamuri janë, do tjetë krah për krah me ushtërinë më të fuqishme në botë. Kjo është merite për bashkët tonë. Tu nuk duhet me hap debat. Tu veç duhet me u gëzu këtij lajmi edhe me i dho për kraj. Por që ta ushtarë që kemi qenë linjët mesme. A e dini që 700 për tyne kanë pa ditë shtetin me i kompenzu financiarisht? Po, ka të rritë. 700 ushtarë e kanë pa ditë shtetin që si ka kompenzu honorare, trajnime jashtë vendit. Zotëri Haradinaj. Shërbime jashtë orare. Dhe me thonë, çfarë logjike ka kur ushtarë e pa ditë shtetin? A e dini që njësitë speciale kanë protestu të qeveria? Që jemi prej kohës Arkanit, kur ka protestu kundër Miloševićit, s'nje historia që special që të protestoj. Me i vetë një rast në Kosovë, me dalë ty për çau 300 djemë mas kum në protest. Po thoni që njësitë speciales ndodh me protestu. Po kryeministri ka thonë që çam keni ardhur se keni bu nomin në aksionin e Banjskës edhe çu shpejt më rregullu gjitha unë për një herë. Nuk e don kanë bu nomin se kanë bu nomin. Gjithmonë ata e kanë bo dhe kanë mi bo, po Albini nuk e donë uniformën e policisë, pe rastit kur e kanë dalë në klinë me duhet bashkë mlu me qeve 2004, në e kanë bo proces verbale, në e ka fobi policinë donë. Edhe arsytoj Albinin, po mos me konë qaja polici, nuk e dje a kish bo gjumin rahat, se bukur nomin për bojnë kur për del me 16 gjipa të 50 bodyguarda. Krejt policjat, mbrojtja afërt. E ka kuptuar që është protokoll. Ma herët nuk i kish pas ditë që është protokolli i sigurisë. Ai humorist i mirë është, edhe po shihet, bilës përsa edhe ja kanë lënë mashtruesi shekullit, po nuk mundesh me ofendu e mi poshnu uniformën, se uniforma është e shajt, me hinë grev një sektor tjetër, edhe ka logjik. Po me të hinë grev, shëndetësia, nuk bën, që në pacientat shkon jeta njerëz. Me të protestu policia, nuk bën, se ata janë zbatues të ligjit. Me të hinë grev drejtësia, nuk bën, se ata duhet me da drejtësi. Me hinë grev në një sektor tjetër, s'ka dërë.
me protestu në një sektor tjetër, s'ka dert, është demokraci o liri, për çfarë lejohet protest. Po sektori i sigurisë e mbrojtjes nuk guxon me protestu. Nuk është dash një shtet normal me leju me ardhë drejt e protesta. Për çka kanë protestu? Njësitë speciale që i kemi na, polic elitar, se i kemi disa njësi speciale, mos harroni punojnë për diskoteka natën. Për 20 euro. Krejt i ki bodyguarda diskoteka. Nesër mas nesër, ndoshta një për aty në pronarëve duhet më arrestu pikërisht për aty polici se u shit narkotik. Dignitetin e policit e ke poshnu, uniformen e ke poshnu. Me shku milion të bodyguard nder, kush me i, kush me dal në për klube, diskoteka të natës. Ju e dini, kush do që jeton në Prishtinë, shumica e dyrëve të barave janë me polic. Roje privat duhet me shoqënu. Një javë, 2 javë ma vonë, 1 muaj ma vonë, është një rast konkret që unë s'po du me përmend, që është rast globale, në Amerikë është gjyku njeri, edhe është denu, rasti Gonigal, dhe rastet e dëshmitarëve njerëzve që kanë bashkëpunu kundër UÇK-s dhe krerëve të UÇK-s, janë rujt për forcave speciale të Kosovës, privatisht. Policia e Kosovës u konë bodyguard i tyne. Njerëzit i kanë pa në Gërmi, i kanë pa në Prishtinë, i kanë pa në vena ndryshme. A ka sen ma të tërshme? Tash se me impliku në aferë kriminale policie. Nesër del një fotografi, a neve na paragjykojmë pse e konë qëtu, pse e shkuq atje, po shi ku e ke pru polici. Shi që s'ja kin rru uniformën që 4 vjetë. Je ka ja vjep djemve të ri, 20 vjeqarë, që po veshën polic, je ka ja vjep uniformat e njerëzve që janë pensionu. Nuk jena na qaq. Arsyetimi është që buxheti është rrit, po nuk po mundën të gjitha sektorët e segmentet me Ti më tha pare e konë kryetari i komisionit, edhe mirë tha e vërtet është unë biles që ta e di sa u rrit buxheti. Në bazë të kapaciteteve dhe të planifikimeve. Në raport me FSK-n. Çush është para pa. A ka më shumë, a pak? Çush është që kjo pjesa lineare e investimeve? Ajo investimeve? është 15 vjet plani i rishikimit strategjik sektorit sigurisë. Është plani detajum i punum me sektorin e NATO-s, quhet NALTI. Grada më e vogël e oficerit NATO-s në Ministrinë e Mbrojtjes është general. Zakonisht e udhëheqin gjerman. Ata janë bashkëpunëtor kryesor një kohë anglez, tash gjerman, dhe mund të jetoj shteteve tjera, por kryesisht shteteve të fuqishme, që është bo plani i pajisjeve, trajnimeve, regrutimeve, deri në përmbushjen e kapacitetit. Pra i bjen që Kosova në 2000, nëse s'gaboj 35-ën, do ta ketë atëfar kompakt zonën e mbrojtjes të kompletuar. Pajisjet gjithmonë duhet me avancu. Çfarë ke general që deri në 2035 na s'kemi shpresë në kuptimin normal antërsunë NATO? Sot kur po rrin na nes na shet kusharën për ushtri as për polici. Mos bëjmë më i garë. Kemi ha fabrikat tona general. Inshallah, shpresoj. Ne shohim halo made in Kosova, po gjithsesi edhe dronat s'ke. Ajo ishte një skandal, unë e di që çdo kryeminist më i lajthitet, më i mashtrohet. Nuk ka faj kryeminist jashtë pse u shku atje, siç. Nëse nuk u mashtru një herë, po 2 herë. Mund mashtrohet prap. Se ndoshta edhe ka çem me konë ashtu, edhe unë jam shumë por për me kriju një dron. Se zgjedhet nga edhe për stau. Për me kriju një makineri prodhimit një droni. Është industri, arkitektave, inxhinierëve, njerëzve të teknologjisë, janë pajisje shumë sofistikume, nuk është çaq e thjeshtë. O shoku jam, jemi të folë për një dron ushtarak. E tash për shembull shtete shumë fuqishme që i kanë 100 milion banorë, i kanë 200 vjet shtet, që ka arritin me kriju, e na tash dalin bojmë morë këto droni ka nga. Kushdo kuft, ai i përgëzoj iniciativa. Me u thirr pak pe krye prokurorit edhe me thonë se ky është shkaktimi i rrezikut përgjithshëm. Nuk është shkaktim, se tonë kanë ditë që një humorizi. Po ka tendenca, ka oferta në tavolinën e kryeministrit dhe të ministrit. Ministrin e kena një djalë super pozitiv të mirë, Maqedoncin, duhet me ditë edhe me e vlerësuna i konë pozitivisht, jo veç zeme po, është një djalë që e donë ushtrinë, rrit në uniformë, është një familjes Maqedoncin, një luftar tepër i mirë, pe i kohës kur konë general Qeku e ka qenë në trajnimet më të sofistikume të botës, pastaj ka qenë në ekipet e para këshilluse, edhe në qeveri tjera, Haradinaje, ku dion. Pastaj është njëri prej bashkëpunëtorëve më të mirë, general Nazmi Ibrahimit. Kështu që është një djalë që e njeh skeletin e ushtrisë, është të bëu punë mirë. E keqja është që po dalin kamera, edhe po i kallzojnë 2 as çka kemi.
Ajo shpreha është popullore, nuk tutet Arusha me shosh. Senet ushtarake duhet me najt diskret. Unë tash dhe kundërshtarët me ti ditë edhe sa municione i ki, sa ja përmenet gjithë këto kredenciale, gjithë këto elemente e ministrit. Po nuk po ndodhin, po konkludoni që nuk po ndodhin që ashtu që shpe proklamon kryeministri. Atë vjen që kryeministri s'ka ka të elun. Mendoj që kryeministri inshallah është këta që po foli. E ka në tavolinë, të gatshme. Duhet me nënshu sa më shpejt. Edhe me hap rrugën e prodhimit pajisjeve ushtarake në Republikën e Kosovës. Operatori që është i interesuar është i shtetit aleat më të madh në botë që e thash më herët. Mundësit i kemi me pas një fabrikë për prodhimin e sidomos municioneve dhe jo vetëm për Kosovë, sepse Kosova nuk është shumë industri konsumuese e municioneve, shumë pak. Edhe për shkak na i kanë 10.000 polec, por nëse i shtin shifrat sa shkojnë trajnime, kur gjo kur kuj. Do të thotë s'ki e sapti me prodhu municion për Kosovë, ose për shkak për ushtrinë tonë. Po ne kemi kapacitete, dije, investitor kemi, ligje kemi, territor kemi, aleat kemi, shka na mungon është në nënshkrimi dhe udhëzimi për me dhonë të drejtën e prodhimit. Ta do të me bo kryeministri në emën të investitorit strategjik në Republikën e Kosovës. Eden ai saksisht edhe ministri dhe kryeministri eden. Për cëllën po folju. Po na bën 2 fabrika të përprodhimit e municionit. Imi të fol për fabrikë për me, jo për kësi kontrastroj. Po du më kthy te aleanca e opozitare ndërmjet aleancës për administrimin e Kosovës, vetëvendosjes, nismës, ka qenë një kohë te cila zotëm po ju përmendet shpesh. Kur e keni mbrojt bashkë edhe me Recep Selimin, si ligjendet në Hag, edhe me zotrin Ramush Haradinaj, me trupat ju, zotrin Kurti, në kauzat opozitare. A i e pishmon sot? Jo, absolut, ato e në konë në nëj kauzat drejta. Edhe jam i bindur. A ka qenë personi duhur i drejt? Sot apo den? Në atë kohë nuk u konë elementi kryesor. Ishte një prej. Kemi të qartë kur po flasë. Por po thonë atë kohës, ky ishte një prej njerëzve që ishte në krye të asaj rezistencës opozitare për quj. Se kishte edhe emra tjerë, ju i përmenet. Dhe në momentin kur ka ndodhur një darkë në Vogjan, në Vogjan nuk një takim i madh, dhe një mundësi një bashkimit madh, aty aleanca nuk ka pas as kërkesë, as pengesë. Këtë që u konë... Që zotri Kurti ka dorë pengesë edhe kërkesë vetës? Tashti, unë nuk u marrë pjesë, po legjendat edhe thashë thonë, tash po thonë, përderisa s'ku marrë pjesë, po thonë thashë thonë, atë ka pas një konflikt ashpër mes njerëzve veves. E në gjuhë banale, sa që një farforme aty gjithçka ka përfundu si histori e bashkëpunimit opozitar. Edhe ne nuk jemi prish për kauzat, po thëmë edhe njerë, prap kauzat e kem pas përbashkëta, prap mendoj që qaj protestim edhe qaj reagim i ka nalë disa tendenca për me kriju asociacionin shpejt me sy mshet. Ka arrit me marrë një marrëveshje mes 2 presidentëve të ratifikum në Parlamentin e Kosovës se i pa çdo analistat meqëm që po bëhen. Në momentin që votohet në sen. A janë shtym, pe zotit Kurti ishte analista që me shpjegu tash që të narrative ata e din, edhe unë e di që e din, që kur votohet në Parlamentin e Kosovës, është legj. Dhe me thënë, edhe e di që e din, po mundohen me deviju ka pak. Ata e din që kufini real, sot e kësaj dite, pikat kontrolu se jënë që aty ku kemë thonë na. E di që në shesh nuk e din. Sa që javnin fort, as din ashka në me thonë kufini dhe markimi me Maxhi. Po nëse spritojnë ajer le dy i pinë kjerë, le të shkojnë dhe në rrugohë. Le të shkojnë dhe një shtedem, le të shkojnë dhe në maje karshit madhë, karshit vogël, qaftë rësolis, qaftë kuqe, të bjeshka kralanit, le të shojnë vorët e kralanit dhe ranin në qafën e hajlës. Le të më thojnë po është kufini. Që shi përgjigjesh që në kuvend Kosovës është thonë qakuri, tak pushtet në shumë bajrakë. Unë jam i bindën që tonë e din që nuk shojmë në barak.
edhe është lajmi mirë, duhet mes kësaj, duhet me ditë edhe shqiptarët, nuk është shteti malazez armik me ne. Është për shteteve të para që e ka njohur Republikën e Kosovës, është antar i NATO-s. Para punës është të dy sene duhet me i kuptu drejt. E dyta, kufini, demarkimi, nuk u bo pej neve. Bo pej dikuj tjetër. Është kundërshtu pej neve. Se këta njerëzit ku kanë qef me besu opcionin e vetë. Por realitetin duhet me e kuptu. Pastaj, dera njësa së përfundon marrëveshja. S'ka demarkim. Henderson qitë S'ka gurë të mesës. demarkim, ta po harrojnë marrë, nuk edhe di që e din. Po hajta dëmtojnë politikisht Ramosh Haradinajn, e godasin, do me thonë, në qëtë pikë. Okej, po, ka demarkim e Malëzia? S'ka. Kush do që jeton në Kosovë edhe në që s'ka? Nuk kemi demarkim me Serbi. Nuk kemi demarkim me Shqipni. I vetëmi shtet që kemi demarkim është me Maqedoni. Po e di që njerëz demarkim nën kupton me ngull gurt, me qit pikat, me in kadastër prona anaj, prona knaj. Do me thonë, akoma nuk e kemi. Nuk mundet më bo demarkimi pa u respektu marrëveshja dy presidentëve e kthyme në ligj të Kosovës. Është votu në parlament në 80 plus një vot. Nëse çaj Në komision. 2/3 e parlamentit. Nëse çaj komision që do të formohet për dy shteteve, konstaton që ka moskuptime, se kryen që takuar. A i kemi në argumentet sipas gjykimit ju që me shku në arbitrazh? Ne do të me luftu, mos me shku në arbitrazh. Ne do të me luftu, me respektu qatë marrëveshje, se në marrëveshje shku në rishikimi i gabimeve të mundshme gjatë analizave të demarkimit. Do me thonë, rishikimi bjen pala Kosovës, ka ankesa që nuk o kufini saktë. E pse ndodhi general që aleati i aleancës pra i Kosovës në opozit, kur tash është në pushtet, në vend se të luftoj për me këthjellësu edhe më shumë temën e demarkimit në Malëzi, ja falin 24-25 hektar tokë qytetarëve të Çanit, ja dha manastirit. Ajo dhënë fatkeqësi që kanë bo, po du me ja u thonë edhe një opinionit publik, që është shumë rëndësishme, ndoshta Gjukanoviqi janë në Kosovë, momentin që janë në qeveri, Zoti Kurti dhe u zedh Vjosa Osmani presidente. Edhe në Sheraton, një konferencë për shtypi, Gjukanoviqi thotë, kufini me Malëzi, mes Kosovës dhe Malëzi, është i hapun për rishikim. Të njëjtën ditë, presidentja Vjosa Osmani, Albin Kurti, kryeministri i Republikës Kosovës, dolën konferencë për shtypje dhe i thanë Kosovës, për neve kjo temë është e mbyllë. Kjo do me thonë ke absurdi që e ka harru koha. Me thonë, Malazes toj, na jemi të gatshëm me rishiku, udhëheqësit të Kosovës toj jo na për ne u kry. Me thonë, tash njerëz duhet me kuptu shto. Tjetra është, kur e kanë dhonë tokën e manastirit, që e kanë qu dëmë qytetin tonë, që se kanë zërë ras rrugën për plavë, që e kemi shtru, e kemi rregullu, e kemi qitë denë qalë bogiqës, me 100.000 të lashe e presione, dhe në shku natën, 1 minut pa u bo në ora 12 natës. E kanë nënshkru, dhe nuk e kanë nënshkru vetë, so fregacak. është të nëzak dhe fregacak. Po e ka shti, Ja, pas ka shtu thosë edhe fulleranti keni thonë. qiken e Isop Gërvallës. Me në shkak se shku, tyne- ka ma mashtru se kaq. Me dhe me qika e herojt, dhe qanit nuk bon shkelje, S'bën gabime. s'bon gabime. Ja falë manastirit pa asë një kusht. Pa nxerë rrugën, pa nxerë investime, pa shku bre një herë dhe atë, me shku veç një thirë kryetarën e komunë, me thonë, atë për burë se të arshërëm kanë mushtu fort, po na lypin që të sen mi bo për me u antarësu Këshillit të Evropës. Na në politikë jemi, unë botnisht i kumë thonë për kraje për marrëveshjet ndërkombëtare, në raport me Serbinë. Botnisht, e kumë ditë që më kushton në votë, e di që më kushton në votë, sa herë dalë unë me thonë, mbyllë historinë me Serbinë, popullë jonë, alo është i nëzajtë, alo i ka plak të hapë, nuk ja falë Serbisë letë. Nuk po thëmë shkop falë e diçka Serbisë. Por në raport me Serbinë nuk ka opozit, tonë jemi bashkë. Unë këmë thonë vetë, jemi edhe ushtari Albin Kurti kundër Serbisë. Por jo me kësi trika, me kësi lojna se ka marrë në qafë një komune, a nuk dina shka është ajo punë, se nuk i ka shku kur menja me shku i herë, vish mi këshyrë shka është ajo. E vish mi pa gjendin reale
për shkajmi të folë. Ky njeri është që ka orë në Deçan ju ka thonë manastirit i vynë ajo rrëth kishës që aty, shapo i vynë toka, shapo i vynë kjo, ne nuk do të bojmë kompromis, se këta i ka bojnë, se ata kanë bojnë, se 25 vjetë kemi rezistu mos me boqët po. 12 natë, pa u bo një minut, e japi, edhe nuk u antarësum hesh në Këshillë të Evropës, kurse tash ju e deni. Ka thonë herën e radhës, na kalkulojnë që to herën e radhës. Mirë, gjithmonë herën e radhës. Nuk po kandidon, nuk pe aplikon mu. Po nuk mundesh me apliku, se në Këshillë të Evropës, as nuk duhet me shku menja që antarësohesh pa ndimin 100% Amerikanë. Hesh, kështu do me thonë, le të bënë kësh ka të donë, pa i pas alat, pa i pas bashkëpunëtor, pa i pas raportet të shnosha me ta, po as në federatat të mbullit e të njotit si shim antarësu. E mos flasim për njoje që i kemi marrë ku pëdalim, po thojnë e unë e këmë nxerë këtë njoje, ke nxerë atë njoje. Që në njoje ke nxerë. Njoje të pavarësisë Kosovës i ka nxerë Amerika. Me disa alat tjerë. Për një pjesë madhe që e kanë udhëheqë, Ministrinë e Jashtëm, Dikasterin kryesor, Republikën e Kosovës nuk e din as sa shtete i ka bota. Edhe sot me i vetë cilat shtete na kanë njoft nuk e din. Prallë na bon do janë rrugë flamurat. As flamurat s'pidin cili qëtet është, e më kalzojnë nga i kena marrë njoje. Merita për njoje individuale pavarësisë Kosovës ka një njeri me gjatë pacollë. Ish presidenti apo thunë që... Po, si njeri më të folë, si individ, tash ka shfrytzu lidhjen e kapitalin e rregull shoqëror që i ka, po merita edhe nëse i hin kalendarit të njojeve, po i vetmi individ që ka arrit me pru njoje personalisht i shteteve, sidomos pjesës afrikane. Edhe nuk duhet me jahu munin, qa menoj personalisht për Begjet Pacon në tem tjetër, më i diskutojmë një javë. Po du me të pytë, me këtë qëto të meta që vi përmanin në qeverisin e ti, apo menoni që qëllimisht ushtu në është ty drejt një qërsokaku diplomatik, ekonomik, institucional, brendshëm, qa është të ndullë, sot, general? Argjan 16 miliard euro i ka menagju për 5 vjetë. Dhe në ditën e sot, 16 miliard. Në një territor 11.000 km katror janë shumë parë. Nështë populli duhet me një këto shifra, se nuk o marë. E ki rrugën e Gjilanit, autostradën, shkatërom. 1.400 milion. Ndame të investum. E ki rrugën Përpej, e ki rrugën Klin, Gjako, kur e kumë një shtashtit të thonë, operatorët, që ke ministrina. Tashu, që pëndru ministra shpesh, generali edhe se cili... Kur kumë dëgju që operatorët e pa përgjeqë, ministrin, foltore, mu ka përgjeqë. I ki rrugën Deçan Plaut, përfundum, 80% asfaltum, gaqëm mi donë shtresin e fundit. Pe e mirë kuptoj që u konë pandemia, po ajtona, vlave jam, pe di që inflacioni jënë shtrajtu çmimet. Rretja për vlla buxhetin, bosh ka dush se e qeveri, e ministri, dush mi kry punë. Po t'ja dente që hala nuk i kemi qerë dhe të rejtë ndërtu. Ku janë banesat kolektive, ku janë spitalet e reja, ku është infrastruktura toksore, ku është e kurudha me Shqipni, ku është rrugat e toves që bojnë ajgare për deti folin Po popër. e keni pengu ju... Ja, nuk e kemi pengu se numrat i ka pas në parlament, shka ka dash ka votu. Shka po donë, po voton. Po mundona me dalë për 2 tabureve, edhe me... Penges është me jamush që sheshin. Ta ka pru rrymen 300 herë ma shtraj. Një tabele votu ka bu 5 herë 7 herë. Kjo është dhe me thonë që 1 kilogram spesat ka shku 6 herë. Edhe këtë thajke, do t'i ulim çmimet, do t'a bëjmë ta, rrymen e pagujmë shtrajt, do t'i lirojmë to, do t'a bëjmë ata, do t'i hekim kategoritë të socialit për pagesave, do t'i bëjmë kështu. E veda në Parlament Kosovës para 2 javë, ja nisim më kallëzu që do të bëhet trafiki i unifikum urban me kartela në 2035. Po e dash ju kemi shtru rrugën sot, se ki kalu thash me xhipa, e keni edhe në intervista atë publike kom thonë, jam më kon të rashi, pe i kryqit plinës të shku për Gjakov, kom ranë gropa, në Kakov goma, po ardhe skorta e kryevnisit me 400.000 gjipa, zi, alarma, thuti që ana artita, Miloshi, kush drejtë nuk ka vjen. Kom të gju edhe kom thull pas na pas shok, se edhe unë njojt. Edhe bëjshën alarmat, mrik, se shumë një qaj eskortës, brojtës afert policisë, jo një shushtarë tu që ka se më njofshin. Edhe kaloja i zotnia, i thash a thu vetë me veti, a i qanë marmet kë
që kjo rrugë nis 2018 në nuk u përfundu në 2026, 10 vjet. Kam bli makina të reja, general. 500.000 euro ka një makinë që hyj vet. Nuk i dëgjoj për brenda. 31 milion e ka buxhet Republikës Kosovës shpenzum nga zyra e kryeministit të kabinetit i tij vitin e kaluar. Edhe deli thot popullit, neve do t'i bëjmë. Bani mirë e ki. Por, që ky popull që ja ka dhënë besimin, do të vjen një moment që edhe ja merr besimin. Jemi në një kohë general kur jam prish një aleancë, një tandemi të jashtëzakonshëm, i cili e ka mundësu përmbysën themin thojza të partive të vjetra, që e kanë në thojza vetë që e kanë shkatruar vendin për 20 vjet. Sy vjen kur e shihni këtë binom që, domethënë, e kanë prerë një tjetër mas shpinën. Arzan kur i thu parti të vjetra, domethënë kinë parasysh në histori demokracive, nëse i thu dikuj o parti e vjetër 20 vjeçare i kesh me ty. Se historitë e demokracive moderne kanë parti 200 vjeçare. Për shembull, republikanë e demokrat, jo në Amerikë, dy subjekte politike, e që e mon men historia e Amerikës në këto dyja. Ku janë edhe 10 tjera të cilat nuk... Ato i përcjellë se s'ka problem, po janë dy krah. Krahi në konceptin e menaxhimit majt dhe krahi në konceptin e menaxhimit djathtë. Pastaj e ki Shqipnin. Shtetet e rajonit merret të hiç po dalim në demokracitë më të zhvilluar këto ku jemi, se na kështu duhet më ambient. Kështu që i bjen është e pa sinqert dhe e pa drejtë me thonë partit vjetër. Ti mund të me individ vjetër. Që duhet më fresku një subjekt politik. Edhe nëse nuk freskohet një subjekt politik, ai potencialisht ka më amortizu, që është krejtësisht normale. Pra i bjen që gjak i ri duhet me pas në për subjektet politike, por jo partit vjetra. Çfarë partit vjetra në anë? Jemi të qartë, 16 vjetë shtetë jemi krejt, na dojmë partit vjetra. Partit vjetra, qysh partit vjetra? Partit vjetra në nënkupton diçka tjetër. Mund është me thonë aktar të vjetër, po pajtona. Mund është me thonë s'kanë bo ofertë të re, po pajtona. Mund është me thonë që menaxhoj ma mirë, po urnot t'i qesim fakë. I ki 400 km autostradat përfundu në Kosovë, buxheti u konë në të gjitha mandatet e qeverive dhe i savarë kënë pushtet 13 miliard, për 5 vjetë e ka shpenzu 16 miliard, 0 metër autostradë. Për qatë periudhë që po flasëm, jë ndërtu shkolla, pallate gjykata, stacione policore, kazerma, spitale, qendrat mjekësive familjare, infrastrukturë toksore, stadiume, fusha, nuk ka element që nuk është ndërtu. Për çfarë Kosovë ka ju flet ai që po thotë keni shkatruar? Po s'dia ecën nëpër Kosovë mjesht ajo, ai një shku në herë dhe në Shkup dhe në Tirana. Mi po, do të thonë çat shkatrem. Ai një dalë në herë, do të thonë, po nuk po drejton aty, unë po bëj pyetje për publikun, sepse i pidi. Po do të thonë që ti për më shku deri në Ferizajn, kalumin e ki po 2 orë. Po supozoj, si ti Tash për 40 minuta në Shkup. Qyre autostradën Orbër Xhafiri, askush, këta sidomos që në pushtet sot, nuk lejojnë me spjegu çfarë investimi u bë, po më njëherë ta përmend 53 milionë. Po kjo është dobësi, atëherë na do të penshojmë Kosovën, pse po qeverisë. Mas pari të 53 milionë. Kë po thotë që po du me shëru, kam nevojë hala me shëru plagë, të cilat i kanë veç mas pari për 53 milionë që bendoni që je ka i thu ish presidentit Amerikë Joe Biden është antari Bektalengës. Apo më thu që e ka korruptu paleka që ata? E para, e dyta. Edhe gjykatës e prokurorë le të mgoj. Vendimi është i miratum qeverit para se me orë paleka në qeverinë e Kosovë. Pastaj është rimiratum në qeverinë Haradinaj. Në një organ kolegjial të radhës. Dhe natyrën që të ras. Paleka është njëri më i pafajshëm. E para punës është nuk më i mbinë ti mu që mund është me arriti me hinë afera korruptive, se korrupcion është edhe me marrë dhe me dhonë. Nëse Amerikanët i kanë dhonë palekës, para, ata kanë më përgjigjë në Amerikë para ligjit. Edhe këtu menoj që mbrojtja Palit nuk ka ditë shumë mirë me argumentu, se u dash me dënëncu pra Albin Kurtin, si kanë thirrë. edhe antarë të Bektelenkës, pse kanë guxuar me dhonë palekës para. Asë dëshmitarë si kanë thirrë në këtë rast. Dhe tjetër është, krejt domin që mund është të me thonë paleka e ka kry, është pozita e ministrit që ka nënshkru. Po ashtu një vendim të organit kolegjial të qeverisë. Po ministrit duhet me nënshkru. Po ajo është i miratum këshill ministra. Dhe kemi rastin e Kecit.
Zdi sa ministra që në konë antarë që kanë miratu, janë thirrë para drejtësisë. Mimoza Kusari, Dardan Gashi, Besim Beqa. Vetëm hupim pak pozitën ku kryetari i komisionit. Edhe do emra tjerë. Zonja Kusari Lila. Po harroj tash ti. Po kupton e drejt domethënë. Kjo u dash për mi qysh me thon me shpërtop. Ju ka dash një viktim, edhe drejtësia ka erë polun për dikon non, për dikon njerë, se i ki rastet e pa numër të avojnë tepsie, rezerva shtetënore, rozeta hajdare në për çdo ditë ki afera. Për çdo ditë, veç për cilë Leri Mehmetën për shkak për ato të kafshëve, Komoran që e qiti për ministrin e bujqësisë. Pa numër da. Ai fitoi zgjedhjet. I fitoi zgjedhjet, nuk jam të ju kundërshtuar, kam thënë unë e respektoj vot për vot çdo qytetar të Republikës Kosovës që ja ka qitë Albin Kurti. Edhe kum thonë, opozita le të bën tash opozitë mëshme, konstruktive, me fakte, me krahazimore, me bin popullin që qërë pse jemi ka i thoj margati Serbisë. 1 miliard e 100 milion euro për 18 muaj ja ki qu Serbisë të ble rrymë. Për shta s'ke leju më ndërtu termocentrali janë, e mi shpëjgju që myrin, e dali ke tho popullit na flajmë që mërë e blejmë rrymë, shtrajt. Që sot projekti të i fillu, që s'ka njëri normal që i kishë bo këtë sen. E të kona sot kishë mujtë me konë pej fuqive energetike në rajon, ky zërnia me vetdije ka në lu projektit, që na me pas varësi prej me pas Martinat e Albin Kurtit, që blenë rrymë Beograd. Po thotë që mi kalu marrëveshjet e gatshme, s'kam pas ku ka me majt për pa i vazhdu që ato marrëveshje. Arbitrazhe na ka pa ditë për një letër që ja ka qujë ministja, një anshme që e ka ndërprej kontratën, edhe me qatë letër, na ka qujë në arbitrazhe dhe na i ka marrë 26 milion euro në buxhet. Edhe, mos mi pa qujë qatë letër, ndoshta kishim mujtë në si mbrojtje me mbrojtë Kosovën. Me qatë letër, e kanë përdorë ata të konturit, e kanë thonë ndërprerje e një anshme. Edhe automatikisht e kanë fitu gjyqin, që është krejtësisht për mu absurd. E kanë ndërprej gazin Amerikan, që i kam rritë në Shkup. E kanë ndërprej, që për mu është skandal. E dihet që për shkakun energjia, gazi, derivatet janë siguri kombëtare. Nëse 1 litër naftë shtrajtohet, nëse 1 megawatt energji shtrajtohet, po ka më shtrajtu specie, veza, tesha, uje, gjithçka se lidhet, për shtem janë 3 senet pas avancueshme. Nuk ka sen që më e zaventëson energjin. Nuk u dalë ala, në natyrë nuk ka kriju diçka që e kompenzon. Po ndodhin tranzicione mëna Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Pas 26 vjetë, zotëri Haradinaj, Ramush Haradinaj, do të jetë më kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ju shiheni për një gjenerate në Kosovë si një lider i pavarur. Vërtet, a funksiononi në kuptimin, po themi si në formë pavarur, apo mbroni qëndrimet dhe veprimet e zotit Ramush Haradinaj në kuadër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës? Dyhet, unë mendoj që jem njeri Aleancës, jam ma voni, i angazhum në Aleancën, jem 2006-2007, por nuk jam i pavarur, jem në petkun e AK-s, jem deputet i AK-s. Në kuptimin e njëri terrenin. Edhe terrenin e njeki si më pavarur, sepse shumicën e angazhimit që e kam në jetën publike, e kam në respekt sakrificës. Omazhe, përvjetore, nderime, bashkëlufitare, familje dëshmorëve, krejto, ndoshta këto dikuj nuk i doken, po për mua janë shumë rëndësi edhe marrin shumë kohë. Shta janë qëndrimet politike, mendoj që nuk jemi ty zbulu i të nxehtë. To që po i folëm tash, po Kosova e den që janë. Unë s'është që unë jam i pavarur, po kjo është realiteti. Na kryemi kond vogël, na thëshin plastën e kur veshin kur shkojshin me në hax, thëshin nishin do shtetë atje, para me naftë ish ma lirë se ujë. Na bësh, që shko ka e shtetë, apo dhe. Në ka orë dita në 2026, një lider ujnë në restoran, e ki 3 euro gjysë. Në Republikën e Kosovës. Ta është pëtojnë inflacioni. Po inflacioni lidhet që mu prodhu që ajo shishe merë energji. E këto sene unë nësjom të izbulu, për shta po unë nësjom i banvarë, nështë da i thomë ma drejt për drejt elementet. Ta është i leadership i ri që po vjen, unë presë shumë se Ardian Gjini është një pej figurave... A është realisht rival real, jeni kundër kandidature për kryeministër të themi në të ardhmen,
apo veç një kandidaturë formale, zotëri Radinaj? Shumë i suksesshëm në qeverisjen e Gjakovës. Shumë i formum në aspektin profesionale, morale, akademike, menaxherizode, njeri me vlera kombëtare, luftar i hershëm, vëlla dëshmori, fëmijë i një profesoreshe të gjuhës franga, qysh në vitet e 60-ta, domethënë, mendoj që Ardian Xhini një qytetar i mirë, i rritur me vlera çfarë vjen në Kosovë, dhe një njeri që e don këtë vend. Tashti sa do të jetë produktiv numra, unë perspektiv çfarë ekipi po nxjerrin sipërfaqe. Se tash ka shumë rëndësi kryetari dhe ekipa, po ne nuk do të jemi jashtë aleancës. Ne do të jemi përkrah Ardian Xhinin. Besoni vërtet zotëri Radinaj që aleanca ka të ardhmë të fuqishme, pa një Haradinaj në krye të saj? Mendoj të njoh leadershipin e Ardianit, të pas parasysh se aleanca i ka mbi 33% territorëve në Republikën e Kosovës nën qeverisje lokale, komuna. Kemi 5 komuna, i kemi 6-7 komuna në bashkëqeverisje, kemi kuadrat mjaftueshëm, unë mendoj që është të vërtetë që një subjekt më i vogël politik, 5 fushata ose 5 parë zgjedhje për 18 muaj e kanë lëndu, e kanë mundu, e kanë lodh, por tash e ka marrë veten, është ka e bën një organizim perfekt, dhe unë jam shumë i bindur që nëse tash qysh po duket që zoti Kurdi veç e ka do mendën me që vendin zgjedhje, ne kemi garu shumë me bindje që do dalim më mirë se sa jemi dalë. A është diskutuar ndonjëherë sinqerisht dhe seriozisht që zoti Davut Haradinaj me punë kryetari i Aleancës Parlamentit të Kosovës mas zotit Ramush Haradinaj? Ka pas muhabete, ka pas fjalë. Duke e pa disponimin, unë po flas themi si njëri që e lexoj opinionin e gjerë publik. Unë mendoj që nuk ka hiç rëndësi kush është. Unë që aty po t'jam që përgjithësi e kryj, që detyrë që më japet e kryj. Po, çfarë do të thonë është unë nuk jam i gatshëm. Do të thonë unë personalisht mas pari as kum pas mendim as qëllim me kon krye të aleancës, edhe unë mendoj që koha është që ato që thati partitë e vjetra me hap krahun. Mi nxjerr brezën e ri, mi nxjerr njerëz e ri, me i përkrah vlerat më të mira të mëshme që i posedojmë edhe me pas një parlament, një qeveri shembull për ta. E është po ndodh një proces prapë do të rikthehemi edhe një herë se me sa kam dëgjuar në përgjigjet juaja për sa i përket kyçes në politikë. Kanë ardhur jo për shkak dëshirës tuaj personale, por për shkak të rrethanave të cilat janë krijuar në botë. E vërtetë është. A mund ndodh një rrethan tjetër hipotetikisht po themi në të ardhmen? S'duhet me parashikuar. Që kërkon nevojën që zotëri Davut Haradinaj me qenë kryetar. Nuk e di atë pjesë, nuk e mendoj. A e kishe pranuar? Nuk e komendoj, nuk jam i gatshëm. Unë thash për momentin kështu siç jam, unë mendoj që e kemi zgjidhjen më të mirën që ja kemi ofruar Aleancës dhe Kosovës. Edhe jam i bindur që ka me përformu mirë dhe ka me bën një strukturë të jashtëzakonshme. Tu e njoh se kum bashkëpunuar me kryetarin Xhini që 30 vjet gati. Do thonë jemi qysh herët edhe e njoh komplet aftësitë e kapacitetet e tij. Pastaj në perceptim publik ka një imazh shumë pozitiv. Unë pres shumë që ai këtë armë fort ka me përdorë që me mi bashkurët vete njerëzit që kanë me kriju një ekip mirë. Nuk kam ambicie personale në asnjë rrethon. Thjesht më thonë edhe mendoj që unë tash pa të keq se të ki drejt më pyet çfarë dush, unë kam drejt më përgjigj, po nuk e kam as ide, as mendim, as i çoj met në drejtim. Unë jam i në aleancë krejtësisht mini Muhamet Isufit, kur Ramushin Borg, Tribunal të Hagës, ma ka lyp ndimen, jam hi kryetarin në ndegës në Dragodan, ja ku më organizu qaq sa ku mujtë e kum dit, kemi dalë në ndegë shumë e fuqeshme në atë kohë, edhe jam bo antari këshillit përgjithshëm, unë edhe sot e kësaj dite nuk kam pozita dhe nuk vrapoj mas pozitave në parti. Është të vërtet që garoj me numër 50, është të vërtet që më ka respektu dhe më ka vlerësu populli dhe vota, cilën e kam shajt për mu, se qaj që më ka dhonë botën për mu është të shajt, për mu është kushtetut Bibel e Kur'an, është besimi, se kur da e botën beson, për shta edhe e qmoj, jam mirë njës, për nuk kam pretendime, nuk kam ambicie, në asë në parlament nuk kam pas asë një herë ambicie. Dhe ne që asë për komision, asë për shef grupi, e kom ushtru një herë shef grupi,
nuk e kam hiç atë dert. Hiç, unë mendoj që Daud Haradinaj është Daud Haradinaj. Si e pat një pozitë, si se pat një pozitë. Si kesh deputet, si s'kesh deputet, për pas që e marrë një rrogë deputetit, jeta jame perceptem ose në raport me publikun është e njëjtë. Dikuj nështë ai vyn pozitat për me dalë më shpesh në skenë, po mu nuk mungojnë. Po mendon që jep njeriu rëndësinë pozitës se jo pozita njeriu? Absolut, dy anshëm është ajo, po për njerëzit tash të njerëz që më shefen mas pozitave, mos prit të tarë. Në s'ka asnjë darmë, pej aty në njerëz që vrapojnë mas pozitave për më bo dikushi. Pozita është për me kryt e tyre. Kur të jap dikush një mundësi, një përgjegjësi, sikur se tash kryeministri për shkak që ka një kabinet qeveritar, historikisht më të keqin mëjshën, që s'bojnë kur gjo, domethënë. Edhe janë meta si të ngjetë spes, din as vet ku janë, as shkën nga bojnë. Dalën atë falçën për lojrat mesdhetare 2030, i den minimale nuk e kanë çka ka ndodhur. Tjetri thonë që i ka marrë dhat palestra, ku janë? Kemi ndërtuar 10, ku? Apo më kallzon, se unë e di që në Deçan e kemi marrë vetë, si komunë. Pishinën olimpike e kemi. Kemi ndërtu me buxhet komunët. Çka kanë bërë ata? Unë s'di, nëse dikush e din ku janë ato stadiumet ndërtuar, kisha pas shef edhe unë me më qubi lëmi pa. Po nëse jo mendoj një si më i miri i Kosovës, ç'është. Nuk më pa që u ndërtu. As një spital, as një stacion policor, as një stadium, as një pishinë olimpike. Përpos privatisht. Po Dujeva është ka ndërton tash, me buxhet, Deçanit i ka kushtu 1.300.000 euro, po Dujeva sa ka kushton 3.3 milion. E njëjtë, projekti i njëjtë. Tash dhe nuk i di pse në po Dujeva më shtrajt, nej prokuror mirë me kështu. Po për shkak se atë qeverisën më mirë atje, qeverisën më drejt, për shkak ju kushton, kjo qeverisja drejt ju kushton më shtrejt. Po të munoj pak para se me përfundu krejt të procesi i gjykatës speciale, për cilën gjykatë ju rrallë herë keni bu thirrje me u zhbo. A keni pas edhe në këtë rast mundësi për ndonjë pasojë eventuale pse po kërkon me u zhbo gjykata speciale? Si e pes pare për pasojë në këtë drejtem edhe jo me dhe stash i gaqë. Edhe kuptimi edhe si shtet? Po, u konë presjoni pa pomë, kur është botu në atë ku. Loni më thonë kjo nuk është e Kosovë, se po thonë e Kosovë. Shqisë që një ka i vetë një deputet, ju i keni nënështru deputet, i keni kërsnu, i keni shantazhu, i keni tut. Edhe, pa detale, po të jepin një sekret, për cilën s'kum folë erë problem. I më shku me një ambasad, rreth votimin gjykatë speciale, vete 5 deputet, më kanë da me një qash, natyrisht presione, të lyfar fjallë, një burë shumë zotni që ishte arë në emën shtetit. Më lyp votën pro gjykatës. E thash, jo s'kom votë mi që për luftarët e mi. Në burg s'kom votë tash. Me nda drejtësi Serbia për drejtën teme, që unë luftu në shpiteme. Nuk kom votë për drejtës as mikni këthy, zhduknit, s'ka kërku falje. Nuk kom votë ala për pa kalzu ku jenë teritorit e minumet, donumet, tashëm të. U kry takimi, me ndova që asë tonë, natën e mirë s'ka më thonë. Ka e më dalë, të ma e dorë, në burë në moshë, shumë i madhë, emën shumë i madhë global, ma ka bo vëldan Mr. Haradinaj. A pa theksin anglez amerikan? Mire pat. Dhe me thonë, ata na kanë thonë bëne, po na nuk kemi pas menaxhem mirë. Tash të menoj që jemi ku jemi. Shpresoj që e fitojmë këtë. Po du më thonë që erdhë në fund, çfarë gjykimi keni? Çfarë mendimi keni? Nga gjithë ajo që keni mujt me e përcjell, po supozoj në dinamikat tuaja të dituar të angazhimeve. Kofsha gabim, po aty pej fillimit. Normal që keni kontakte, diskutime me pej fillimit e dej sa të drejtësi s'kum pa. Po që kjo pa drejtësi o rrezik me drejtësi. Kur them s'kum pa drejtësi, se drejtësia ata janë pafajshme. Unë drejtësi nuk kum pa. Shpresoj që vjen vend drejtësia. Domethënë shpresoj që vjalën e fundit biletojnë drejt. Se mi mojt njërin 6 vjetë në borë, në emën një gjykimi, e nuk o një njëre, e një president, një kryeparlamentar, një ish kryeparlamentar, një deputet. Mas di sa viteve, me thonë, më s'men shumë në shku, as të baba i vetë, para se me dho shpirë. E tjetërit kërë nona, e tjetërit kërë di unë i keni pato s'kena vetë ju, qëfar sjellëve. Me thonë, unë ata nuk e shoh as për sa për me drejtësi.
por shpresoj që trupi gjykues ka me kone panvarë, në ka me javdhon hakun e djemë kanë më këthy në drejtën e vetë, shtetin e vetë. I kam dyshimet e mia. Është folë shumë si akuza pej sallës plenare të Kuvendit të Kosovës në drejtim të tyre para se me shku në hak, por nuk u folë fare pej të njëjtve në kohën kur o dashtë, siç ka vepruar kryeministri i Shqipërisë, po supozojmë që e ka shfrytzuar rastin në një moment kur u kom prezent edhe presidenti Trump, edhe ka folë lidhur me këtë proces. Nuk kemi bo sa, nuk kemi bo tentativa personale, unë nuk, ju e dini çfarë përplasje shkum pasun vetë me thaqin e selën. I fjalimet e famshme edhe në Kuvendin Nuk janë sheft, politikisht nuk janë pajtu, nuk pajtojnë asët në shumë temë. Po sa i përket luftës, në qëtë aspekt, unë i përkraj pa rezervë. Jo mundu me marrë iniciativa, me thirrë seanca, me bot debate, me majtë konferenca, ani okej, më stërë seancë, po rrejrë në korridorit Kuvendit që aty, mani qëndrimet përbashkëta, mbledhen 5-10-60 deputet. Okej, nuk o ndërhyrje në drejtësi, që shumica njerë nga kanë thonë ndërhyrje në drejtësi, po unë nuk jem të folë për një drejtësi të mirë fill. Pe fillimit këmë thonë, nëse do të ishte një drejtësi e mirë fill, ata ishin marrë, ishin intervistu, mas 48 orë, ishin këthy në shtëpiat e veta, kishin vazhdu jetën e vetë, ishin këthy në gjykim. Po nuk mund është se aty i ke dënu njerë mas pare, nëse e ka imon njerëzit në burg, që do më thonë nëse dalin pa fajshë, mas 5 vjetë. Për statutna të vendimi, kom dyshime, sepse nuk ka pas drejtësi. Për ndryshë, po të kish pas drejtësi, ata ishin konë të lirë, se nuk janë ata kriminele ordinera. Je ka i gjykon për krime lufte për udhëheqje organizat për bashkë kriminale gjatë luftës. Nëse na jemi konë organizat kriminale, i bjen që edhe Amerika u konë që na ka përkrah, edhe NATO. Dhe që ata kanë përkrah kauzën tonë. Kështu që jë mundu me bo, nuk e më bo sa, ne përgëzoj kryeministin e Shqipënisë, parlamentin e Shqipënisë. Qytetarët e Shqipënisë, të Maqedonisë, kudo shqiptarët që kanë protestuar, i kanë përkrah. Këto protesta edhe në Prishtinë, i keni pa protesta e funit që ishte thuja e përbashkët, ku ishin gjitha subjektet politike, shoqëri civile, krejt. Ishte shembull për mirë. Shpresoj që ka shku mesazhin vazhduar. E funit, fare, edhe faleminderit shumë për kohën. Flamurin, ai po i bjen që e ka hek Albini, zotëra Adina e keni vendosur ju? Historia e këtij flamuri është histori e gjatë. Mua këtë flamur ma ka fal ish ambasadori i Shqipënisë në Kosovë, emrin e ka pas Bujar. Thuja ambasadori parë se mu shpall shtet. Ky ka qenë flamuri zyrtar i shtetit shqiptar. Po flasi parlamentit dhe deputetëve ministrave. Edhe një kopje tina, domethënë, ja ku mbollur Rad Recep Selimi. Në kohën kur ishim bashkë që folshe për ato opozitarizme, heroizmi e përbashkëta edhe të shtëpia e Regjës, domethënë e ka pas në terras. Bukur ty pika i kafe, tha shumë e bukur, thash. Tha e bishaj, kish me i ngaraj me vëvën për deputet. Edhe tha shpresoj që të sjell fatesh. Kur shkon në Selit me vendosë, si ashe dikush dhe për një moment kthehet në simbol subjektit partijak i vjen. Edhe fillon njerëzit tani kur ja shishin dikuj flamurin dhe ishin koke me vëvën. Ju koki Unë jam me... Ju koki fajtuar zotëria Adinaj. Unë jam me ata shfaqës ma patriota se krejt në tjerë. S'ka der, me ko patriot kur së vonë. Dhe shfaqës tash. Jo dhe tash, shpresoj që dhe veprat i bojnë patriote, po unë jam me qëtë flamur pej Skënderbeu. E pej Ismail Qemajlit, e pej Adem Jasharit, e dhejtë dëshmori i funit që e kanë lau me gjak. Unë menoj që ky jo i vetëmi sen që e bashkon komë shqiptar. Zotit Dr. Adina, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Për këtë bisedë kaq të hapun. Respekt. Edhe urojmë që kanë me kontribu për juve qytetarët nderuam. Shumica këtyre shpjegimeve që i dha zotëria Adinaj. E di që një pjesë prej tyre edhe i keni dëgjuar, por jo s'ku këtu në qetësi plot për me i dëgjuar të gjitha detajet. Faleminderit. Deri në kush ka të drejtë radhës, mirupafshim. Faleminderit.